Adhrues të basketbollit platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do qeni duke na shikun këto qaste, Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në ndeshjen e dytë finale të play-offit të Pro Credit Superligës ndërmjet Trepçës dhe Bashkimit. A do të barazoj Trepça seri në 1-1, apo Bashkimi do të fiton edhe ndeshjen e dytë pas asaj të parës që e fitoi të dielën në Sezai Suroj. Këte do të mësojmë pas 14 minutave këtu në Tempullin Minatori me një ambient fantastik basketbolistik dhe natyrisht direkt në adresën numër 1 të sportit në Shqiptari në Art Motion. Me ju sonte gjatë këtij spektakli sportiv dhe të basketbollit sportit numër 1 në vendin ton do të jemi unë Agon Femio edhe kolega ime edhe sot Ulpiana Emra, pe dini tashmë, kjo dyshe po vjen bashkë zakonisht në komentim. Ulpiana, ti kishen prezente edhe ki shiku direkt në palestër ndeshjen e parë. Çka ka qenë karakteristike duelit parë, si e fitoi Bashkimi atë ndeshje? Atëherë dua t'i përshëndes edhe unë fillimisht të gjithë shikuesit. Me të vërtetë ishte një ndeshje e mirë nga skuadra e Bashkimit, mund të them, e zhvilloi e patjen realisht një paraqitje goxha të mirë kundër një Trepçe e cila nuk po e gjente asnjë lloj përgjigje ndaj ekipit Prizrenas. Këtë e tha edhe trajneri Adis Beqiragić në fund të ndeshjes, pra në intervistën e tij kur e përmendi që Bashkimi e ka kontrolluar ndeshjen edhe në momentet kur Trepça kishte epërsinë. Ishte ashtu një ndeshje e dominuar nga ekipi Bashkimit dhe definitivisht mëkat ishte fakti që palestra ishte e zbrazët dhe pa shikues, por personalisht mendoj që pavarësisht që ishte në Prizren, fakti që nuk ishte shikues i ka ndikuar më mirë ekipit të Bashkimit se sa ekipit të Trepçës. Mendoj që ekipi i Bashkimit ka goxha kualitet të mirë, megjithatë pak ai presioni i shikuesve po ndikon tek loja e ekipit të Bashkimit. Apo do me thonë që Trepça luan më mirë nën presion, qoftë në kur po thojmë presion me prezencën e publikut, qoftë në Minatori apo edhe në Prizren në Sezai Suroj? Pikërisht këtë po e them për faktin që tashmë Trepça tash sa vite është duke dominuar në basketbollin kosovar dhe këto gjëra i ka ndodhur edhe ekipit të Trepçës në vitet e para në atë rikthimin dhe atë hovin që e mori ekipi i Trepçës. E tash kjo është në anën e Bashkimit dhe mendoj që një plus e ka Trepça në momentet kur normalisht në Minatori dije se çfarë atmosfere bëhet këtu, por mendoj që ajo eksperienca në ndeshje me të nivelit të tij në finale dhe me shikues, ky është ai plusi i ekipit të Trepçës. Po duket që kjo është, falë që po ta ndërprej, po duket që kjo është pa edhe në ndeshjen e katërt në Prishtinë, kur përkundër atij presionit me të vërtet palestra ishte e stërmbushur, ti edhe Lirimi ishit në komentim, unë posa isha kthy nga jashtë edhe shikova të ndeshje, u pa që sidomos Triloni Hajrizi me atë përvojën e tij erdhi në shprehje edhe nën presion po luajnë më mirë, po e kanë atë përvojën që po e thënë. Ky është definitivisht ai plusi i ekipit të Trepçës, gjithsesi në atë ndeshje loja e Bashkimit ishte shumë më e mirë se e Trepçës. Kështu që ta shohim tash në vazhdim. Cilat ishin elementet që vendosën? Mund të them persona, më tepër se sa elemente, ishte Wendell Green dhe Max Smith ishin të pandalshëm, se çfarë performance Max Smith i pikërisht i ka ndezur turbinat e tij në momentin e duhur për ekipin e Bashkimit, kur i duhet më shumti në finale. Deri tani në finale nuk i ka pasur performancat e tija më të mira, por edhe Wendell Green njëjtë, edhe në ndeshjen e katërt kundër Pejës e ka pasur atë paraqitje, por edhe në finalen e parë. Okej, një rikujtim dhe përmbledhje shpejtë e asaj që ndodhi të dielën Sezai Suroj, ku Bashkimi mposhti Trepçën me rezultat 84-77 dhe kaloi në përsi prej 1-0 në seri. Trepça ishte më e mirë në qerekun e parë, por Prizrenasit kontrollin e ndeshjes e morën në qerekun e dytë dhe në fillim qerekut të katërt Bashkimi kroi përsinë maksimale prej 14 pikëve. Megjithatë, sikur se ndodh rëndom në këto 3 edicionet e fundit kur ndeshin këto skuadra, Trepça udhëhequr nga Mikajlet Murshiqi ndezi turbinat duke shkrirë rezultatin në 4 pikë 71-67, kur ishin edhe 5 minuta 32 sekonda, por Bashkimi u përgjigj shpejt me seri prej 10-2. Ja do të shkojmë edhe me prezantimin e lojtarëve. Bashkimi paraqitet me kapitenin, me numër 1 Altin Morina,
me numër 2 Fisja Shari, numër 3 Max Smith, numër 5 Dirk Williams, 6 Valon Bunjaku, 7 Eric Copes, 10 Besim Bytyqi, 11 Wendell Green, 21 Samir Zekici, 22 Meriton Ismali, 24 Mekines, 27 Zeqiri, trajneri kryesor Jankovic, mendimësi Gjeqa dhe Gështenjen, dhe atmosfera ndezët në Minatori, Tërcida dhe tërë sala në fakt janë në këmbë, sikur se e thash edhe në fillim, atmosferë fantastike, basketbolistike, një finale e madhe. Kapiteni Anes Gashi me numër 0, numër 2 Sammy Hunter, numër 3 Michael Green, i treti 7 Batën Tuna, numër 8 Junior Maduti, 11 Mikajlet Mushici, numër 12 Rilion Hajrizi, numër 15 Michael Myers Junior, 23 Riyad Ferrati, 28 Erion Kastrati, 32 Tekele Cotton, dhe 35 Dardan Kapiti me trajnerin Adis Beqiragishin, trajnerin ndër më të mirët të gjitha kohëve në Kosovë, së bashku me ndihmësit e tij Petri Zeqirin, Brahim Veselin dhe Diamant Çavushin, të ngritemi në këmbë për intonimin e hymnit. Sikur se thash edhe pak më herët, ajo seria prej 10-2 në fund ato 6 pikë është Max Smithit, pra një kosh faul edhe ajo treshe e cila nisi atësirin. Ja të ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pas asaj serie prej 10-2, Bashkimi arriti ta ngrit rezultatin në 12 pikë dhe faktikisht Trepqa nuk pati forcë për edhe një rikthim më të mirët, sikur se tha e përmendi Ulpiana Pares, Shing Green dhe Max Smith që shkëlqyen me pikë identike nga 22 secili ka shënuar nga 3 treshe. Po, dhe kanë pas nga 5 ndime. Nga 5 ndime, krejt identik. Masej Gjevoj Mikinis luajti me double-double, 13 pike, 11 kësime dhe fenomenal ka qenë edhe Valjon Bunjaku. Ndërsa të Trepqa në anën tjetër, me të vërtet luajtë fantastike, tregoi Mikajlet Mushici, sidomos në ato momente në rikthim, 21 pikë i realizoi, po adi 4 asistime. E pati ndihmën edhe të Michael Myersit, i cili gjithashtu luajti në duelin kundër Mekines me double-double, 10 pike, 13 kërcime. Gjithashtu edhe Tekele Cotton e kryu agon punën e vetë me 18 pikë të tij, ndërsa u ndihmua edhe nga Drilan Ajrizi me 11 pikë, por nuk mjaftuan ta lojtarë që ta arrin deri tek fitoria. Është interesant të themi disa statistika para se të fillon ndeshja dhe 3 minuta e 50 sekonda. Kemi deri në fillim të ndeshjes vetëm të përmeni edhe referin kryesor Zafer Jelma. Hajde të shohim peshe startuese: Michael Green, Mikajlet Mushici, Hajrizi, Myers dhe Cotton të Trepqa, dhe në anën tjetër të Bashkimi kemi Morinën, Smithin, Greenin, Mekinisin dhe Zeqirin. Pra si vjet Trepqa dhe Bashkimi thash janë taku 6 herë, 4 herë në kuadër të edicionit rregull ku rezultati ishte i barabartë 2-2.
se cila skuadër ka fitu para publiku të vetë, pastaj janë takuar në finalet Kupës së Kosovës, ku Trepça triumfoi duke ngrit ja dhe referët. Ky në mes është Zaferi Elmazi, një ish referi e Euroligës, referi cili ka referu në kampionate botnore dhe evropiane, me ndihmësin e tij Gjan Mavisun pashtu nga Turqia dhe ndihmësin nga Macedonia Zoran Mitrovskin. Pra një treshe jashtëzakonisht me përvojë e referve, të cilë do ta gjykojnë pra finalen e dytë. Sikur si isha duke thonë, Trepça ka triumfu, e ka ngrit Kupën e Kosovës në finale kundër Bashkimit, ndërsa ndeshjen e parë finalit play-offit e fitoi Bashkimi duke kaluar nëpërsi për 1-0 në seri dhe duke barazuar rezultatin e përgjithshëm si vjet në 3-3. Sa i përket titujve të kampionit Kosovës, nga pavarësimi basketbollit ton, vitin 91-92, ku edicioni si vjetëm është i 31-ti, pasi në vitet 97, 98 dhe 98-99, sikur se dini kampionati u suspendua për shkak luftës në Kosovë, e në vitin 2019-20 e patën ma pandemin e Covidit dhe u suspendua po ashtu. Trepça deri tash ka fitu në këto 30 kampionate të zhvillume, 5 tituj dhe aktualisht e mbron epitetin e kampionës nga edicioni kalum, kurse Bashkimi e ka fitu vetëm një herë dhe atë në edicionin 2017-18, kur lojtari Bashkimit ka qenë pikërisht Mikael Tmushiqi. Pikërisht sot Tmushiqi kundërisht skuadrës edhe realisht skuadrës e cila i bëri konak mund themi në Kosovë fillimisht që nga momenti pra në 2016-17 ka ardhur Tmushiqi në Prizren dhe më pas muj me thonë Kosova tash është bo shtëpia e tij. Definitivisht, sa i përket finaleve, mos harrojmë themi se deri tash Trepça ka 8 finale, i ka fitu 5, i ka humbur 3, kurse Bashkimi ka luajtur në 3 finale duke fituar vetëm një, thamë u bë kampion 2017-18. Pra, kjo finale si vjetme, për Trepçën është e 9-ta në historinë e basketbollit pavarur kosovar, kurse për Bashkimin është finale e 4 dhe fakti më interesant është se deri tash në 30 finalet e zhvillume nga edicioni 91-92, Trepça dhe Bashkimi nuk janë taku asnjëherë në finalet të play-offit. Pra, finalja si vjetme është e para në histori ku 2 ndër skuadrat e 4 së madhe historike po luftojnë direkt për titull. Sa i përket finaleve të Kupës Kosovës, këto 2 skuadra janë taku 3 herë 2012-2022 dhe si vjet, edhe të 3 përballjet i ka fituar Trepça duke ngritur trofeun e Kupës. Pra, agon edhe një herë, pja u rikujtojmë për këtë vit, ku janë takuar të 2 skuadra 6 herë, 4 herë në kuadrët e edicionit të rregull, gjithçka vazhdon të jetë e barabartë. Të dyja skuadrat i kanë fituar ndeshjet në palestrën e tyre 2-2, e më pas e përmende agon edhe ti në finale Trepça arritë të triumfojë ndaj Bashkimit, kurse Bashkimi barazoi përsëri këtë seri në finalin e parë dhe gjithçka është e barabartë realisht. Në çdo aspekt mund themi, këto 2 skuadra kanë qenë të barabarta këtë edicion dhe mendoj që tashmë me plot merit që të dyja janë në finale e neve na kanë mbetur një uru fate dhe suksese që të dyja skuadrave, të cilët të gjithë bashkë kanë qenë fantastik këtë edicion. Me vërtet, ndeshja e parë ishte dramatike edhe në fund. Bashkimi në fund po e përsërisim duke i falenderuar asaj serie prej 10-2 arriti të fitoj dhe të kalon 1-0 në seri, po i shohim çdo gjë është e gatshme. Referi Mitrovski në ekranet e juaja, Zaferi Elmazi kryesori dhe për top Myers dhe McInnes, e topi parë shkon për Max Smithin, Wendell Green. Tmushiqi sote startoi. Seqiri e kthen te Greeni, i cili ishte fantastik me 3 treshe. Nuk e pam si duhet këtë gjuajtje për 3 pikë. Trilon Hajrizi depërton deri në fund dhe realizon për epërsim fillestare prej 2-0. Tentimi i parë dhe shënimi i Trilon Hajrizit, i cili në ndeshjen e parë finali luajti me 11 pikë. Mbrojtja atje Trilonit ndaj Lejsonit, 2 11-shët, Tmushiqi dhe Green, sonte Tmushiqi, ministri i mbrojtjes Trepçës dhe Kosovës. Dhe tentim, Trilon Hajrizi on fire, me njëherë në start me 5 pikë.
të një pasnjëshme, gati sot gjysmën e pikëve të cilat I ka realizu në ndeshjen e parë në Prizren. Altin Morina, blok I miri McInnesit, Altini shkon deri në fund, tentimi I Zeqirit, nuk përgjigjet, por McInnes është atje më I lartë në kërcim dhe Green I trepqës, pasi kemi dy Greena, Greeni I Gjelbert, Green, pasi Green e dini si quhen anglez është I Gjelbert, Green I Gjelbert edhe Green I portokall. Wendell Green shkon atje në mënyrë vetjake, gjuan topin të Altini cili e huq, Hajrizi për ballë ka Zeqirin, Greeni kundër Greenit. Michael Green me tentim për 3 pikë gjuan, nuk shënon mirë, po në vend edhe e përmirëson Myers. Shikon atje Myers me njëherë pranë McInnesit. Ka probleme me semafor, agon dhe banka zyrtare e ngriti dorën në vazhdimsi për të ndalë reakcionin, por nuk e panë referët, vazhdoj. Këtë është... Okej, ja, edhe rikthehet edhe Ryma. Të shofim, duhet të jetë 7-0 rezultati. Po. Tregon ashtu referi Zafer Yilmazi. Po besoj që do të kemi këtu për të rishikuar edhe Po, një herë. do të kemi të rishikojmë. Loj deri në fund të çerekut të parë. Kemi probleme edhe me grafika në transmetim. Grafikat nuk përshihen në transmetim, na bëjnë me dije shikuesit tonë. Tentimi Wendell Greenit I pa suksesshëm dhe faulli Lejson Zeqirit ndaj Mikajlet Mushicit. Është kjo personalja e pare për dallim me ndeshjen e parë, Agon Trepqa sot e nisi shumë mirë ndeshjen. Duelin e parë Bashkimi, nëse nuk gaboj, ka pasur diku 3 tupa të vjedhur në start. Kanë qenë shumë të koncentruar në mbrojtje, edhe në sulme më pas, por sot po e shohim një kontroll të ndeshjes nga Mitrovicasit, të cilët po vazhdojnë të thotë. Tentim për 3 pikë I Greenit, mirë po Morina ishte në vend atje, depërtimi Greenit për McInnesin, edhe mbrojtje e mire Mikajlet Mushicit sonte jashtëzakonisht I disponuar për të luajtur mbrojtje të mirë, e mbylli atje korridorin dhe ja pa mundsoj McInnesit pikët, topi humbur për McInnesin, asgjë nuk po shkon për dore për Prizrenasit në start në këto 2 minuta e gjysmë të para, ende nuk ka pikë për mysafirët. Michael Green për gabim në hapa. Mikajlet Mushici kërcel dhe mbeti me top në dorë, I paknaqur me këtë gabim Adis Beqiragici, por ndodhin këto gjana. Wendell Green, pick and roll atje me Lejson Zeqirin I dy fisht e she atje korridorin dhe mbrojtje e mirë nga Cotton, apo ishte Mushici. Ishte Mushici ai që largoi topin nga brapa. I hatashëm. Po kemi duelin mes Greenit dhe Mushicit. Vazhdimisht po ndrohen Mushicin që e ka detyrën që ta ndalë Wendell Greenin dhe pikërisht kjo I duhet. E mirë, Cotonit mirë, po quajtje edhe më e mirë nga çfarë pozite atje nga këndi. Max Smith përgjigjet me treshe, pika e parë pas 3 minutave loj, 7-3.
Lutim për 3 pikë, nuk ka shënim. Max Smith kundër sulmi shpejt. Zeqiri depërton atje, nuk realizon mbrojtje mire Drilonit. Cotton më i larti në kërcim, shmangët atje, bën slalom. Cotton deri në fund për gana e kundërt Mikaelit Mushicin. Me të vërtet jemi tu pa lojë fenomenale në start të dyja skuadrave. Edhe një mbrojtje e mirë të Mushic. Cotton kundër sulmi shpejt. Cotton shkon coast to coast. Oj. McInnes me term total atje në anën tjetër. Wendell Green për 9-5. Çfarë loje, çfarë ritmi. Gjithsesi akon definitivisht mbrojtja e Trepçës Sonte shumë më e mirë sonte. Sonte është fantastike edhe pse patëm atë blokadën fenomenale të Gjëboj McInnesit. Jemi mësuar këtë edicion ta shohim McInnes me ato blokada dhe është e pritur. Atje për mrekulli në thellësi. Cotton e dërgon një lloku me ara, Myers e shfrytëzon për 11-5. E përsia më e lartë e Trepçës ishte 7 pikë, pas asaj serisë fillestare për 7-0. Max Smith. Jason Zeqiri vetmuar teton, lanson dhe topin të vendi e dërgon. Treshja e dytë për Bashkimin. Jason Zeqiri në tentimin e tij të dytë e realizon treshën e parë për të afruar rezultatin në 3 pikë 11-8. Pas serisë prej 7-0 kemi një seri prej 8-4. Driloni me Max Smithin, edhe një sekund, në sekundën e fundit dhe shpëton. Po, faul është kë, Green kundër Greenit, Greeni i Bashkimit e ndal Greenin e Trepçës me faul. E pranon atje me njëherë, atmosferë fantastike sonte, natyrisht shtu do të jetë tani edhe të dielën në Seza i Suroj, kur rikthehet publiku, natyrisht për asaj pjesës VIP-ve. Pasi palestra në Prizren është suspenduar për pjesën e VIP-ve për 2 ndeshje. Pick and roll i shpejt atje tërhiqet Driloni, por Green nuk ja pason vendos të gjuan vetë dhe realizon për 13-8. 5 minuta loj kaluan finalin e dytë, 5 pike përsi për Trepçën. Max Smith për mrekulli në thellësi dhe shmonton koshin McInnesi. Fenomenal atje, asistim në thellësi, Bunjaku dhe Derek Williams bëhen gati për mu inkuadru në loj. Ai plusi agon i ekipit të Bashkimit që nëse Wendell Green nuk është në formë, e shohim Max Smithin tani i cili po e merr përgjegjësinë. Te kelle Cotton me treshe. Aj. 2 treshe edhe nga ana tjetër te Trepça, të dyja skuadrat nga 2 treshe. Cotton pas Drilonit realizon 3 pikësh. McInnes dhe Myers luftojnë për top. Myers lufton atje i vetë mohueshëm Altin Morina, kapiteni, edhe Green. Çfarë mbrojtje, me të vërtet të dyja skuadrat sonte po luajnë mbrojtje fenomenale. Driloni largohet Hunter në loj, edhe Myers largohet, Dardan Kapiti, dhe tani po e shohim një zëvendësim interesant. Myers dhe Hajrizi largohen nga loja, Kapiti dhe Hunter në loj, po e freskon në skuadrën në pozitat 4 dhe 5. Beqiragishi në anën tjetër në pozitat e fundorve. Trajneri Janković. Të shohim është faul. Posa u inkuadrua në loj. Shkaktoi personale. Sammy Hunter, reprezentuesi i Bahameve, e dini, ishte vjet reprezentuesi i Bahameve në turneun kualifikues për lojrat olimpike Parisit 2024, ku në finale pësoj nga Spanja. Sammy Hunter ishte fenomenal. Shohim atje Samir Zekishin dhe Meriton Ismailin, i cili nuk besoj se vitin arshëm do të jetë pjesë e Bashkimit, si vjet nuk luajti fare. Po i shohim më të mirët Hajrizi dhe Zeqiri. Max Smith, herën e parë i suksesshëm, edhe herën e dytë
realizon 5 pikë të tij 100%, çka do që ka gjujt edhe ka realizuar. Një treshe e shënoi, 2 gjuajtje të lira. Maduti do të inkuadrohet në lojë. I lindur në Juba të Sudanit Jugor, reprezentuesi i këtij vendi, i cili bëri bum në basketbollin botror. Madut vjen te Trepça nga ekipi anglez Manchester United. Ka luajtur në të kaluamën edhe në Australi e Finland. Williams është përballë Greenit tani. Hunter me Madutin. Green vazhdon të qëndrojë në parket tërë kohën. Madut në qintat e fundit tenton, nuk realizon. McInnes më i larti në kërcim kundër suli shpejt Dirk Williams, më fali. Lojtari vjen nga Kosovë, nga Hapoel Eliati, nga elita e basketbollit izraelit. Një super lojtar i cili e dëshmon këte me treshën e tij nga Himalajet atje për 16 me 15 treshja e tretë e Bashkimit. Pikërisht treshët po e mbajnë ekipin e Bashkimit në lojë dhe është ndër elementet kryesore që karakterizuan lojën e Bashkimit. Po dhe ndeshjen e kaluar i kishte 9 treshe, Trepça 7. Hunter, fauli Zeqirit i cili e pranon, lëvizje bukur e Hunterit, e pa që ishte ingritur në këmbë, nuk ishte në qëndrim basketbollistik në mbrojtje atje. Lejsoni e shfrytëzoi këtë Hunteri, e kërkoi kontaktin, u dal në mënyrë të palejuar. Është ky fauli i dyti Lejsonit, i treti Bashkimit në çerekun e parë. Max Smith, Zeqiri, Williams, McInnes dhe Bunjaku të Bashkimi. Kapiti Hunter, Green, Maduti dhe Kastrati. Gabim në hapa, ka shkaktuar Dardan Kapiti. Ndrimi lojtarve. Cotton në lojë, nga loja largohet Michael Green. Pak pushim edhe për Michael Greenin, sikurse edhe për Wendell Green në anën tjetër, me të cilit ka hyrë në lojë Valon Bunjaku. Mbrojtje e mire Hunterit, shikoni ku ka dalë atje Hunter për të ndihmuar mbrojtjen dhe u kthye me një herë te Zeqiri. 4 sekonda, McInnes lufton me Kapitin atje, edhe një herë mbrojtje e mire Dardanit, por McInnes vazhdon atje, 2 kërcime në sulm dhe e treta e vërteta realizon për epërsinë e parë të Bashkimit. Është me vërtet fantastik në kosh McInnes. Pavarësisht faktit të gjatë periudhës që ishte i lënduar, e zaventsoi shumë mirë Rick Copes. Tani, në momentin që largohet McInnes dhe hyn Copes, gjë që ndodhin në këto sekonda, e shohim që Copes përsëri nuk po arrin të tregon atë më të mirën e tij, por McInnes është kthyer ashtu siç e ka lënë. Sigur se nuk është lënduar as pak. 4 pikë, 5 kërcime deri tash të gjëvoj McInnesit, kur ka mbetur edhe 1 minutë. 45 sekonda deri në fund çerekut të parë. Zeqiri vetmuar tenton dhe për herë të dytë treshen e realizon. Rezultatin në 20-16 e ngrit Lejson Zeqiri. Fenomenal Lejsoni, 6 pikë të tij, gjitha 6 pikët nga tentimet për 3. Maduti tenton, nuk realizon. Kemi 4 faul i Junior Madutit, si duket. Me gjas ishte në sulm nga Copes. Apo Copes, jo. Po, Eric Copesi ka shkaktu faul, të shohim se çka ka bërë. Ky ishte momenti kur e Dardan Kapiten. E ka ngreh për dorë Dardanin, nuk i ka leju që të kthehet në mbrojtje. Lejson Zeqiri largohet, Samir Zekici në lojë. Lejsoni e kreu punën e tij për mrekulli, 6 pikë të tij, të dyja treshe nga 3 tentime. Për dallim nga ndeshja para prake, kur nga 10 tentime nëse Zai Suroi realizoi vetëm një treshe. Sonte shumë më i koncentruar. Cotton kërkon blokun nga Kapiti. Bukur atje Cotton, i krijon hapësinë Hunterit, i cili tenton, nuk realizon. Williams më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt i Bunjakut, fantastik.
Opala, çfarë blokade nga Maduti, kundër sulmi shpejt në anën tjetër. Madut e vjedh topin edhe Williams, edhe ndalet në mënyrë të paliuar nga Maduti. Dueli dy tetësheve, fakt dueli i Madutit edhe Williamsit me numër 5. Po shihni se çfarë ritmi, çfarë mbrojtje. Shikoni atje, opala, tërë total nga Junior Maduti, e në anën tjetër top i vjedhur nga Williamsi. Me të vërtet, sonte jemi duke u knaq me basketbol në këte atmosferë fenomenale. Mbrojtje të mira, kundër sulme të shpejta nuk e kanë lehtë ekipet, asnjëra prej ekipeve që të realizoj pikë sonte. E përkundër kësaj, efikasiteti është i kënaqshëm. Valion Bunjaku, edhe një blokada atje kësaj radhe nga Koton, por nuk dorëzohet Valioni, megjithatë Kotoni e kontrollon topin dhe ndalet në mënyrë të paliuar nga Bunjaku. Personalja e pare Valionit, i cili ka 2 asistime, nuk ka realizuar pikë, por ka pranuar 2 blokada. Pak më herët nga Maduti, e më pas edhe nga Tekele Koton. Në vijnë e gjuajtjeve të lira, Tekele Koton realizon nga tentimi i parë. Pika e 4 të Kotonit, i cili ka dhe 2 asistime. E pika e 5 të ti, barazohet me pikë me Drilion Hajrizin. Në 2 lojtarët më efikas të Trepça, Hajrizi dhe Kotoni me nga 5 pikë. Realizuan më shumë se gjysmën e pikëve të Trepçës në çerekun e parë. Green përballë ka Madutin, edhe 7 sekonda po shkon me sulm të gjata, do të luan 1-1. Zekici i krijon vetës hapësinë të rriqet anash dhe betet me top në dorë Eric Copes. 9 sekonda për këtë sulm të Trepçës, e cila pati e përsin prej 7-0. E pas Bashkimi duke i falenderuar kryesisht tresheve, aty me 2 tresheve të Lejson Zeqirit dhe Max Smithit dhe Williamsit, sidomos Williamsit nga një largësi distance madhe. Me të vërtetë shumë kualitativ është Dirk Williams. Mendoj që nuk e ka shfaqur potencialin e tij edhe më tej. Nuk është shfrytzuar në mënyrë të duhur nga trajneri Janković. Pikërisht. Disa herë kemi qenë bashkëkomentim e kemi përmend lojën fenomenale të Dirk Williamsit. Të shkojmë edhe me sekondat e fundit. Atje Erion sa bukur Erioni atje. Myers tepërton, realizon rezultatin e barazon, dhe çereku i parë mbyllet me rezultat të barabartë, që mendoj se ishte edhe epilogu real i çerekut të parë. Të dyja skuadrat ishin fantastike, e pati një start fenomenal në 4 minutat e para Trepça, më pas i patëm ato 4 minutat e mesme, hajde të themi ashtu, të Bashkimit, i cili arriti të krye përsi maksimale prej 20 me 16 dhe në fund me 4 pikë eksprese. Ja, Driloni, i cili startoi në mënyrë atomike me ato këtë depërtim dhe treshën e tij për 5 pikë dhe atë përsin 0-5, e pas ti pra e patëm edhe depërtimin e Kotonit, i cili realizoi. Me të vërtet ishte një qerek i parë plotësisht i barabartë, mbrojtjet ishin definitivisht ato që karakterizuan, momentet i kishte Trepça, momentet i kishte edhe Bashkimi, por akoma po besoj që kjo ndeshje do të shkon deri në fund kështu. Pasi që të dyja skuadrat edhe fizikisht janë të përgatitura mirë, që të dyja dhe janë, ashtu si që e thamë edhe në fillim të ndeshjes, në shumë elemente janë skuadra të barabarta dhe besoj që vetëm detajet e vogla, nuk e di cilat do t'jenë ato, por detajet e vogla do t'jenë ato që do të vendosin në fund të ndeshjes. Po më bën përshtypje agon edhe në ndeshjen e parë, por edhe në këtë ndeshje, zëvendësimet e Adis Beqiragicit, i cili në ndeshjen e parë mendoj që kogja gjatë e kalon në pank Drilion Hajrizin, edhe nuk ja ka shfrytzuar atë momentumin e tij më të mirë, edhe
mendoj që me largimin e Trilon Ajrizit edhe largimin e Michael Myers, po I bie loja e Trepçës pak a shumë. Vetëm një krahasim I parës statistikat zyrtare të cilat u shfaqën nga regjia jonë, pra e përsia e Trepçës është në dyshet e realizuara, 60% të 2 pikshave të realizuar nga 10 tentime, e në anën tjetër Bashkimi ka realizuar 4 treshe për dallim nga Trepça dhe të dyja skuadrat I kanë nga 2 gjuajtje të lira të realizuara nga 2 gjuajtje të lira, 100% efikas nga gjuajtje të lira. Një dominim I lehtë I Trepçës, 10-9 në kërcime, në asistime 6-4 për Bashkimin, kur të këshyr në funit, krejt e parapart, çereku I dytë po starton me rezultat 0-0 apo 20-20 si doni. Trilon Hajrizi rikthehet në parket, bukur atje për Myersin I cili ndalet me foul nga Samir Zekici. Bukur atje, e pam topin në thellësi për Myersin I cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Myers, sa I përket tentimeve për 2 pikë, ka një efikasitet prej 60%, zakonisht e realizon gjuajtjen e parë e huq, gjuajtjen e dytë të shohim nëse sonte do të jetë I koncentruar. Jo, sonte është 100% efikas, shumë I koncentruar dhe Trepça mbetet me 100% efikasitet nga vija gjuajtjeve të lira, e sonte gjuajtjet e lira janë një element shumë I rëndësishëm në këtë lojë ku nuancat pra vendosin. Ka faul në gjaz nga Erion Kastrati nëse nuk gaboj. Po, Erioni. Ndaj Dirk Williams. Edhe një herë. Ky është momenti. Shumë I shpejt, shumë I zhdërvjelt është Dirk Williams. Personalisht mendoj që Dirk Williamsin këtë edicion e ka ndalë më shumë ti trajneri vetë, se sa kundërshtarët. Opa, faul është ky. Ka mundur të lëndohet atje Williams. Trilon Hajrizi e ndalë në mënyrë të palejuar. Ashtu thot referi, edhe pse këtu mu duk më shumë që ishte fauli Erion Kastratit. Në vine gjuajtjeve të lira, do të kemi Williamsin, 75% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira, është jashtëzakonisht efikas Dirk Williams, e bën këte, për 22 me 21. Edhe herën e dytë është I sakt, dhe të dyja skuadrat vazhdojnë të jenë 100% efikase nga gjuajtjet e lira, 4-4 të dy ekipet, çdo gjë e barabartë e niveluar, mbrojtje fenomenale, sulme të mira, loja atraktive, kemi blokada, kemi treshe, kemi knatësi maksimale në art motion. Një finale, ashtu si që ka hije një finale. Definitivisht, të dyja skuadrat e përmenda dhe në fillim për të përgëzuar për gjithë sezonën e sidomos për ndeshjet që po na dhurojnë tani në finale. Myers, Green, nuk e bë çfarë mbrojtje nga Williams, fantastik, e vjedh, ik në kundër sulm dhe bum. Dirk Williams, fantastik, tepër I shpejt, tepër I zhdërvjel, fenomenal është Dirk Williams, për 22 me 24, një mini seri për 4-0 e shpëton këtë top, nuk e shpëton, në fakt Erion Kastrati, një mbrojtje e mirë, I rëshqet atje topi, edhe Valion Bunjaku ishte aty pranë, dhe time out me njëherë reagon Adis Beqiragici pas 1 minutë e 14 sekundave loj, nuk dëshiron që të i kontrolli, definitivisht, pasi që 2 mbrojtjet mira të Bashkimit, fillimisht topi vjedhur I Williamsit dhe më pas edhe presionin mbrojtje ndikoi që ai top të humbet nga Erion Kastrati, kështu që I ka ndodhur kjo gjë me Bashkimin në ndeshjen e parë, qysh e thash në fillim të ndeshjes ishin 3 topa të vjedhur nga Bashkimi,
edhe Trepqa dolin nga kontrole. Pikërisht e din më së miri këtë Adis Beqiragiqi dhe dëshiron të mos e lejon edhe njerë të i ndodh kjo gjë. Kemi pra sa i përket topave të humbur, Trepqa aktualisht i ka 6 topa të humbur dhe 4 topa të humbur i ka Bashkimi. Është interesant të themi se sa i përket kundër sulmeve, pra Trepqa, po e shohim këte kundër sulme, është kjo pika e 4 nga kundër sulmet e Bashkimit, po Trepqa është më e mirë 9-4, po në anën tjetër, sa i përket topave, sa i përket pikëve të realizuara nga topat e humbur të kundërshtarit, pra aty Bashkimi udhëheq prind 10-2, pra nga topat e humbur të Trepqës, Bashkimi ka realizuar 10 pikë, Trepqa vetëm 2. Në anën tjetër 9-4 nga kundërsulmet, me të vërtet çdo gjë e niveluar. Green i Trepqës është pranë Bunjakut, dërsa dueli 2-11-sheve të Mushiqit dhe Wendell Greenit. Në anën tjetër po vazhdon Bunjaku, deporton, bukur e pa Samir Zekiqin, e mbyll atje Drilon Hajrizi, nihan mirë Samiri edhe Driloni, dikur pjesë e përbashkët e Trepqës, tentim për 3 pikë, mirë po Erik Kops nga plani i dytë, kërcen në sulm dhe realizon një seri prej 6-0 e Bashkimit. E shfrytëzoi rastin Kops në këtë moment që nuk ishte Myers nën kosh edhe e mori atë kërcim. Edhe një top atje për toke, për mrekulli, super asistim nga Kotoni për Myersin i cili nuk e qënë poshtë, 24-26, 2 minuta loj, kaluan 2 pike përsi për Bashkimin. Max Smith do të kthehet në loj, i duhet tani trajnerit Jankovic, edhe Samir Zekiqi e ndalë në mënyrë të paliuar. Edhe për Samirin mendoj që është pak problem të luan në paljestrën minatori, është kundër shtëpisë të tij, mund të them, ekipit, edhe shpesh i duhet Samirit që në këtë paljestrë të mos jetë në formën më të mirë të tij. Do të rishikohet ky faull nëse ishte faulli ishte i thjesht, ishte tentim për ta vjedh topin, jo faull, jo sportiv. Ishte challenge kërkuar nga trajneri Adis Beqiragiq. Po, Adis Beqiragiq e kërkoj sfidën, e sfidoj pra challenge-ën, e kërkoj, por nuk ju dashën shumë referit kryesor Zafer Yilmazit dhe ndihmësit të tij Mitrovskit. Vetëm 2 herë rishikuan dhe e pan me njëherë, e vendosën këtë të Mushiqi, vazhdon atje Hajrizi në postin në ult atje Kops dhe Myers, 2 fuqi, Myers dhe Kops, Myers dalet në mënyrë të paliuar nga Kops, do të jenë 2 zhuajtje të lira, e shikon atje Zafer Yilmazi, ishte faull, e uli dorën e majt, edhe në momentin që një lojtar e ul dorën, atëherë është faull, kështu që nuk e di pse po reagon Kops. është problem duelin mes Kopsit dhe Myers. Myers është shumë i përgatitur fizikisht dhe kjo e ndihmon, jo kualiteti, po kjo e ndihmon që t'i fiton duelet kundër Kopsit. 100% efikas është Myers sonte, me të vërtet shumë i koncentruar. Thash, i ka 65% e efikasitetit sonte, 100% i ram sysh po mdokët, po nga 4 tentime 3 ka realizua, afroi rezultatin në 25-26, me të vërtet loje jashtëzakonshme, çdo gjë e niveluar në këto 13 minuta 40 sekondat e para. Fakt 12 minuta 40 sekondat e para. Bunjaku deporton derën në fund nga ana e kundërt. Ka faull me gjitha të faulli ishte më herët, topi do të jetë anash. Faulli ishte i Green. Po, faulli i Greenit, po më herët para se të asistonte të Zeqiri. Në fakt, jo para se të asistonte, po para se të pasonte se asistim s'ke.
Se që sa bukur lejsoni në thellësi realizon Max Smithi. Por 25 me 28, një pasim si raket për 3 pike për si Cotton. Shkon në blok Driloni, Cotton deri në fund për të Mushicin i cili nga këto situata realizon zakonisht. Sa e radhe jo, Punjaku ishte më i vëmendshmi. Williams, çfarë lëvizje mashtruese. Nuk realizon Williams mbi Drilonin. Lëvizje bukur, finte mirë e tij, të Mushici për Majersin, i cili deporton, ishte i ndalur atje. Ndoshta edhe në mënyrë të paliuar, kundërsumi vazhdon në anën tjetër. Për mrekulli, Valon Punjaku për 25 me 30, 5 pike përsia më e lartë e bashkimit. E treta e vërteta për Valonin, bukur ai top te Green. Greeni, më vështire pati. Me huq. Me huq se sa me shënu prej kësaj pozite, nuk realizon Green. Max Smith, mbrojtje të Mushicit, me njëherë atje, i ngjitet si sakës për trupi. Williams deporton dhe ndalet në mënyrë të paliuar nga Cotton, do t'jenë 2 zhuajtje të lira për Dirk Williamsin. Një kriz, mini kriz në lojën e Trepçës në këto qaste. Ja, e shtyr atje. Do t'jenë 2 zhuajtje të lira. Për Williamsin, 7 pik më i miri. Për vetëm 8 minuta loj, 7 pik të Dirk Williamsit, cili i realizoi të 2 zhuajtjet e lira pak më herët. Vazhdon të jetë 100% efikas, 31 me 25. E përsia më e lartë e Trepçës ishte 7 pik në start pas asaj serie prej 7 me 0. Mirë po Bashkimi gradualisht e riktheu rezultatin. Dhe ja tani ka 7 pike përsi, 12 me 5 aktualisht rezultati në këto 5 minuta e 10 sekonda loj në qerekun e dytë. Pra kemi e përsin maksimalit të Bashkimit nga -7 kalua në +7. Mushici shpejt lëviz topit e Kotoni, Drilon Hajrizi atje e pret topin, Myers shkon në çfarë blokade nga McInnes, i cili e ndal në mënyrë të paljar herën e dytë. Herën e pare blokoj mirë, por herën e dytë shkaktoj foul. Edhe njerë të shofim Kotoni për Majersin. Shojmë blokadën. E pastër ishte blokada, mirë po herën e dytë, i pastër është faulli. Nuk ka arsye që të reagojnë. Do të jenë 2 zhuajtje të lira për Majersin, 4-3 është nga vija zhuajtjeve të lira Michael Myers. Agon duket goxha i ram sysh të përmend. Po, jo që i ram sysh, po me të vërtet Myers e ka 60%, pare stash 65%, po në fakt është 60% e efikasitetit të ti nga vija gjuajtjeve të lira. Se radhi i huqit të dyat. Pas 3 gjuajtjeve të lira resht të realizuara, 3 i huqi Myers dhe erdhi në 50% e efikasitetit. Këto gjuajtje të lira mund të kushtojnë shumë, sepse rezultati do të ishte 28 me 32. Në anën tjetër të Bashkimi, pra kemi 6-6. Bashkimi vazhdon të jetë 100% efikas nga penalet, hajde të themi ashtu. Agon mendoj që në këto momente Bashkimi e ka marrë kontrollin e ndeshjes. Pikërisht atë që tentoj të ndalë Adis Beqiragiqi, të paktën në këto momente. Nuk e dim si do të rjedhë në vazhdim, por momentalisht Bashkimi është duke kontrolluar duelin. Dhe jo duke i falenderuar hyrjes në lojë të Dirk Williamsit pa asnjë dyshim, më i miri në parket për 9 minuta lojë me 9 pikë e një asistim dhe 2 topa të vetë. Sa bukur në thellësi me akrobacion Myers realizon. Edhe njerë shikoni Cotton asiston, Myers me akrobacion realizon, por të afru rezultatin një 27 me 32 dhe me njëherë reagon Jankovici duke ndërprerë, po e parandin që mund të jetë një seri e Trepçës pasi lojtarët e tij hupën 2 sulme rresht. Pikërisht e përmend edhe ti edhe më herët, çdo detaj në këtë ndeshje është i rëndësishëm dhe në çdo moment të dyja skuadrat duhet të kenë kujdesin edhe përqendrimin maksimal për faktin që nëse një momentum i ikë ndeshja njërës nga skuadrat,
atëherë tjetra do të reagoj. Kështu që të dy trajnerët i përgjigjen njëri tjetrit normalisht me time-outat në momente kritike kur bien përqendrimi dhe koncentrimi i lojtarëve të tyre. Aktualisht pra kemi e përsi prej 5 pikëve të Bashkimit, i cili ishte në minus 7 në start në ato 3 minutat e para pas seris 7-0 gjatë cilës Drilon Hajrizi realizor 5 pikë rresht, ndërsa tani kemi 5 pikë e përsi kur ka mbetur edhe 5 minuta loj në çerekun e dytë për Bashkimin, i cili e riktheu minus 7 në plus 7 me të vërtet një loj fenomenale e të dyja skuadrave, sikur se e tha dhe Ulpiana Palës, ka një kontroll në këto 5 minutat e çerekut të dytë e Bashkimit. McInnes mbi Myersin realizon dhe e rikthen atë e përsin prej maksimale prej 7 pikëve. Cotton, Driloni përsëri, sa bukur Cottoni, depërton, për paksa nuk realizoi kosh faul. Është ky fauli është i dyti i McInnes. Ja, Zaferi Elmazi po buzqesh atje. Ja spjegon Lejson Zeqirit se nuk ishte faul, nuk ishte si pretendoj, po mduket Lejsoni si ishte faul në sulm. Ja spjegoj Zaferi Elmet, vërtet një refer fantastik me një përvojë të jashtëzakonshme. Isak në tentimin e tij të parë për 28 me 34. Cotton edhe herën e dytë realizon, Scott Huçur 5-5. Cotton dhe njihet Gavia akon për e quajtjeve të lira është jashtëzakonshëm tek edhe Cotton. Mendoj që është këtë edicion është shtylla e skuadrës së Treqës. Bashkë me Tmushishin edhe Drilonin. Ajo po se po ata dihet, ata zakonisht janë. McInnes deporton dhe realizon pran Myersit për herë të dytë atje i pandalshëm është Gjëvoj McInnes, edhe njëherë të shofim i shmangët atje Cottonit, deporton pran vijës fundore dhe realizon për 29 me 36. Dhe nëse realizon edhe gjuajtjen e lirë, atëherë do të jetë kjo e përsia më e lartë e Bashkimit sonte prej 8 pikëve. 29 me 36, 8 pikë të tij nuk e realizon. Por e ka shkelur edhe vjen, apo? Gjatë tentimit të tij. Katër minuta e 15 sekonda kërkon referi Mitrovski që të kthehet koha. Po, e ka shkelur vin. Mire ki Ulpiana. Isha duke shikuar çka ndodhi me referin Mitrovski, e ja spjegoj tavolinës zyrtare se duhet një sekond të kthehet. Cotton, sa bukur parabol në thellësi dhe e ngulit Myersi. Një duel i direkti McInnesit dhe Myersit, edhe verbal, parës McInnes janë bërë je shumë i vogël, ndërsa tash Myers po i thot je bebe për mu. E për adhuruesit e basketbollit, kjo është një mrekulli të shohim një duel ndërmjet. Myersi e merr te top kundër sulmi shpejt dhe nuk realizon. McInnes e kap te top kundër sulmi shpejt. Situat 2-1. Ka faul me qëllim, jo sportiv. Rezultat, lojtari me numër 11, është Mikajlet Mushiqi, ka shkaktuar personale. Shumë të kujdesshëm referët në këto momente, do ta shohim. Edhe njëherë të shohim. Aha, po. Këtu te Lejson Zeqiri. Tek Lejson Zeqiri. Nuk shëllon, apo? Është, jo, ishte tentimi i pari Lejsonit nga vija gjuajtjeve të lira.
Realisht ishte prova jo, parabrogja përsëri. Po sepse referi nuk e Nuk e kishte dhënë sinjalin. Nuk qëllon. I huq të dy gjuajtjet e lira. Me 36 mbetët rezultati, 5 pike përsi për Bashkimin edhe 23 deri në fund të pjesës së parë. Altin Morina depërton të Kelle Koton, mbrojtje e mire të Mushiqi, mirë po Morina nga prapa vjen, po opala topi atje për të Mushiqi. Çfarë asistimi! Aj. E kjo javlen të përsëritet. Elus Regjin të shoje edhe një. Fenomenal, Myers. No look pass, pa shikuar. Realisht, shikoj se e ndalli këtë lojë. Hajde. Kërejt shku në onën e majt. Aje pasoj në të djath. Kjo është një për aksione më të bukura në këtë ndeshje. Elus Regjin edhe njëherë që ta përsërit. Moti nuk kom pati edhin që edhe emisioni e ka emrin asist, sepse asistimet me të vërteti du, e kjo ke art nëve shikoni. Aj. Myers, nëse e notojmë prej 1 deri në 10, e ka meritu 12. Me të vërtet jemi duke paja dhe këto vajzat të cilat po e shoj vetën në ekranin e madh, ku është duke u transmituar edhe loja për publikun me beauty cam dhe kamerat të tjera. me 36. E tani ndizet atmosfera në minatori, ashtu si që është pritur. Janë të gjithë në kënd, të gjithë kërcejnë në tribuna, në VIP pjesën, me të vërtet është knaci, po i terminatori po vibron. Çfarë atmosferë? Kjo është më e bukura e finaleve, argon jam e sigur që edhe në Prizren do të kemi kësi lloj atmosfere, nuk do të mungon spektakli, kështu që një 11 12 që pja japim edhe tifozve. Mëkat që edhe në Prizren të dielën e kaluar nuk ishte publik, sepse nuk dyshoj se do t'ishte edhe kësi atmosfere, mbrojtje e mirë. Myers në këto qaste është figura kryesore e Trepçës dhe po e mban Trepçën në lojë, me lojë fenomenale, po dominon edhe në qendër, edhe po del jashtë në mbrojtje, po vjedh topa, mbrojtje mirë tani e Myersit, një duel e McInnes ndaj McInnesit ndaj Myersit. Shikoni të pakursyer, fantastik. E rikthen tashmë Sasha Jankovic, Dirk Williamsin, po vret mungesa e tij në fushë. Dirk Williams na e tham që në start të qerekut të dytë, thash edhe parës, ishte ai që i bëri diferencën. Dhe kur ishte Mushiqi për 3 pikë, nuk realizon, Driloni këtë top, nuk e shpëton. Unë gatruan atje McInnes dhe Altin Morina. Unë deshën njëri me tjetrin nga ajo dëshira e madhe për të luftuar për top. Koton vjen atje te Adisi dhe i përshpërit diçka. 24 sekonda. E thret atje Kotoni, kon e thret Madutin apo të Mushiqin, të shofim. Hajde, që të topin, po si do qoftë, Madutin ndihmon, Koton e organizon, Altini është pranë tij me njëherë. Myers do të vendoset në postin e ulët, atje tani Kops dhe Myers luftojnë njëri me tjetrin. Kops, faulli i tij. Po, Kops e përdori dorën. Dy gjuajtjet e lira pasi është plotsu, po e tretë e Kopsit. Ja, u pa qartë. Myers me të vërtet po e shfrytëzon atë inercionin e lojtare kundërshtar. Ja, McInnes është lodhur dhe është duke pushu 8 pike, 7 kërcime nga Gjëvoj McInnes, i cili ka dhe 2 blokada.
Ndërsa po e shohim Myers që e realizon tashmë gjuajtjen e lirë pas atyre huqjeve radhazi, është momentumi i tij definitivisht. 3 shënoi rresht, 3 huqi rresht, tash e realizoi 34 me 36. Një shënoi, një e huqi, ma duti për Myersin. Dhe ja dëbon topin Green, ja përshëndetën atje Green dhe Myers. 34 me 36 edhe 2 minuta e 7 sekunda loj, 2 pike përsi për Bashkimin nga maksimumi prej 7. Myers ja vjedh topin, Green i cili hidhet në parket atje, lufton i vetë mohuashëm me të vërtet edhe parës e pam edhe Trilonin se si u hodh në parket. Ama bash krejt po shohim sonte. Knaci e vërtet me qenë sonte në minatori. Dhe mi po këto 2 ekipe të cilat gjatë tërë kampionatit kanë qenë më të mirat, kanë udhëheq dhe në finale me plot merit janë të 2 skuadrët. Cotton përballë Morinas, deporton dhe Mile Sonzeqiri realizon rezultatin e barazon tek edhe Cotton. 36 me 36, tentim për 3 pik, në tjetër për gjithët Dirk Williams. Dirk Williams, sonte figur kryesore e ekipit të Bashkimit. Definitivisht fundorët e Bashkimit janë ai plusi i portokallës zinjeve, pasi që nëse nuk është Green e nuk është Max Smith, del në skenë Dirk Williams. Në anën tjetër përgjigjet Myers, 2 figurat qendrore kryesore të çerekut të dytë të skuadrat, Dirk Williams të Bashkimi dhe Michael Myers të Trepqa. 38 me 39 edhe një mbrojtje fantastike, Triloni nuk ngutët, natyrisht e ka përvojën. Sa bukur edhe njerë Myers, por Madut nuk e pranon si duhet. Kemi hyrë në 60 sekundat e fundit të kësaj loje fantastike në minatori, 38 me 39. Tek edhe Cotton deporton, shkon me ngulit e huq, kundër sulmi shpejt. Situat 3 me 3, Artin Morina, eshe Greenin, nuk gjuan. Dueli 2-11-qeve, Tmushic Green. Mbrojtje e mire Tmushicit si cili e detyron pasimin të Morina, pick and roll. Sa bukur edhe, oj, edhe këj aksion fenomenal. Altini të Dirk Williamsi, i cili e bëri lëvizjen mashtruese e griti në hava atje Drilon Hajrizin dhe realizoj, shikoni prej qfar pozite me të vërtet s'kom fjallë, me të vërtet s'kom fjallë. Atë që e tha Magon që po shohim gjithë shka, po shohim përgjigje ndaj njëra tjetërës në vazhdimësi për derisa ishte asistim me aksion perfekt të Trepqa, ai asistimi i Myers për Madut, tashmë erdhe dhe një përgjigje në anën tjetër, një aksion shumë i bukur i ekipit të Bashkimit, ndërsa po e shohim këtu edhe atë komunikimi verbal mes dy qendrave fenomenale. Fantastik, asistimi më i bukur si vjet definitivisht nga Michael Myers, shikoni krejt i thiri në një anë,ërsa me pishtsynit e pa atje. Dhe asistoj aktualisht pra Michael Myers është i jashtëzakonshëm. Michael Myers makina, 3 mëja. Michael Myers makina, 18 pik, 4 kërcime, 2 asistime dhe një top i vjedhur, pa e hum as një top të vetëm, 70% të efikasitetit për 2 pik pra nga loja. Michael Myers, 4 gjuajtje të lira, i jashtëzakonshëm, giganti i Trepqës, 33 vjeçari, i cili ka pas karierë në Belgjik, Çeki, Estoni, Finland, Francë, Greqi, Itali, Turqie, Ukrainë. E në anën tjetër me 14 pik të realizuara, Dirk Williams është fuqia kryesore e Bashkimit, i cili ka 3 pike përsi 20 sekundat e funit, 13 për sulmin e Trepqës. Cotton, mbrojtje zonale atje e Bashkimit. Triloni vetmuar, ashtu si e filloj edhe pjesën e pare, përfundoj me treshe për të barazu çdo gjë. Pa. Trepqa pati
7 pike përsi në start të këtij dueli. Bashkimi pati 7 pike përsi në start të qerekut të dytë. Edhe në fund me treshën e Drilonit, i cili ashtu si e filloi, edhe përfundoi pjesën e parë me 3 pikë. I realizoi 8 në total për të barazuar çdo gjë. Adhurues të basketbollit, kjo është një kënaqësi e vërtet. Sinqerisht, një finale e vërtet në çdo aspekt të lojës, po shohim gjithçka të barabartë, gjithçka po shohim në fushë dhe po e arsyeton evitetin e një finale perfekte. Këtë tregon më së miri edhe ky rezultat i barabartë. Shumë shpejt para se të shkojmë në pushim, të shohim edhe statistikat e përgjithshme. 18 me 18 në kërcime, 10 me 11, një asistim më tepër i Bashkimit. 6-7, një top, ja po i shohim, një top më tepër i humbur i Bashkimit, 4-2 në topat të vjedhur. Me të vërtet çdo gjë pothuaja është e niveluar. Shikoni pikët e realizuara nga kundërsulmet, 9 me 9, 7 me 4 second chance points, pra pikët e realizuara nga rasti i dytë apo pas kërcimeve në sulm për Trepçën, por në anën tjetër pikët e realizuara të Bashkimit nga topat e humbur të Trepçës, 12 me 4. Një detaj shumë interesant është se te Bashkimi 18 pikë kanë realizuar rezervistët dhe vetëm 2 pikë te Trepça kanë realizuar rezervistët. Natyrisht nga këto 18 pikë, 4 pikë, 14 më falni, i ka realizuar Dirk Williams. Fantastik, nga 2 tjera janë Bunjaku dhe Kops. Një pjesë e parë e jashtëzakonshme, çka nuk pam. Me të vërtet, luftë betejë e jashtëzakonshme, shumë e madhe mes të McInnesit dhe Myersit, të cilin Myers e fitoi gjatë pjesës së parë pasi realizoi 18 pikë dhe 4 kërcime, 2 asistime, një top të vjedhur. E në anën tjetër, pra McInnes luajti me 8 pike, 7 kërcime, pra një dominim i Myersit, i cili luftoi me 2 qendra, pra edhe me Kopsin, edhe me McInnesin, po thuaja gjatë tërkohës, sepse Myers luajti 17 minuta. Dhe pikërisht në momentet kur nuk ishte në lojë, Myers u vrejt, dhe thot mungesa e tij, edhe Bashkimi e pati më lig të menaxhon këtë ndeshje, por agon siç e parashikuam në fillim, në fund detajet e vogla do të vendosin, kështu që po besoj dhe shpresoj që edhe në pjesën e dytë të shohim një lojë të njëjtë. Adhurues të basketbollit, 20 minuta lojë të finales së dytë në foljen e basketbollit kosovar Minatori. Çdo gjë e barabartë, 41 me 41, një atmosferë fantastike, lojë edhe më fantastike. Ne po shkojmë pak pushim e menjëherë kthehemi vrap. Mos ikni askund, sepse pas kësaj na pret edhe një pjesë e dytë, po shpresoj identike, ndoshta edhe më dramatike.